Nuk e di nëse e di në fakt, por fjalët që ti thua mund të të ndikojnë gjithë trupin tënd. Në vitin 1994, shkencëtari japonez Dr. Masaru Emoto bërë një eksperiment tepër të çuditshëm. I kërkoi një grupi të studentëve të tij të flisnin shisheve të ujit dhe të përdornin fjalë negative si shumica e këtyre fjalëve që përdoren edhe sot në rrjetet sociale. Pjesës tjetër të studentëve i tha që të përdorin vetëm fjalë pozitive, fjalë si të dua, të jam mirënjohës, faleminderit e gjëra si këto. Pas ngrirjes, shishet e ujit që ishin të goditura nga fjalët negative formuan figura të shëmtuara, ndërsa ato me fjalë pozitive krijuan kristale perfekte dhe harmonike. E pa besueshme apo jo? Interesante në fakt është që trupi ynë është mbi 70% ujë. Kjo do të thotë që çdo fjalë që ti thua, negative apo pozitive, ndikon tek vetja jote, në mendjen, trupin edhe në shpirtin tënd. Bibla në fakt tek fjalët e urta 18:21 thotë: vdekja dhe jeta janë në pushtetin e gjuhës, dhe ato që e duan do të hanë frytet e saj. Provoj sot, ndrysho fjalët dhe do shohësh se si ndryshon jeta jote. Zoti të bekoft.